Në skemën e grabitjes së tokave shtetërore përgjatë Bregdetit të Vlorës nëpërmjet akteve të dhurimit dhe vendimeve klienteliste të qeverisë, kryeministri Edi Rama ka përfshirë edhe sekserin e tij të njohur si Nani Drizi, i skeduar ndërkombëtarisht për mashtrime dhe trafik. Bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 30 hektarësh në zonën e quajtur Pylli i Sodës në Vlorë, Buzdetit pranë plazhit të vjetër dhe në kufi me fshatin Zvërnec, një territor strategjik që mafia e ndërtimit e ka piketuar për resorte, hotele, vila dhe pallate. Edhe pse nuk ka asnjë vendim qeverie për dhurim apo përdorim, si Nani Drizi po e trajton këtë tokë si pronë të tij, duke e reklamuar si projektin Vlora Sport. Në emër të këtij kompleksi privat, ai po zhvillon takime me kompani të huaja për huadhënie dhe ortakëri biznesi. Burime të sigurta pohojnë se ky aktivitet po zhvillohet me mbështetjen e drejtë për drejtë të kryeministrit Edi Rama, i cili jo vetëm e ka toleruar këtë pronësi të rreme, por e ka shoqëruar Idrizin në takime jashtë vendit, të cilat janë prezantuar si takime zyrtare të delegacioneve shtetërore shqiptare. Më 26 korrik, si Nani Drizi, shoqëruar nga biznesmeni vlonjat Albert Deliaj, pronari i televizionit 6+1, edhe një zyrtar i kryeministrisë, udhëtoi në Alicante të Spanjës edhe më pas në Rom, me avionin charter Ismaili që përdor Edi Rama. Në të dy qytetet, Idrizi u prezantua si përfaqësues zyrtar i qeverisë shqiptare dhe zhvilloi takime me studio arkitekturore për projektin Vlora Sport, i paraqitur si një projekt publik i qeverisë. Në realitet, ky kompleks sportiv ende i pamiratuar nga qeveria është një sipërmarrje private e si Nani Drizit, ndërtuar mbi 30 hektar tokë shtetërore në Pyllin e Sodës, Buzdetit në plazhin e vjetër të Vlorës. Më 4 shtator 2025, për të njëjtin projekt, Edi Rama dhe si Nani Drizi udhëtuan bashkë në Madrid, ku ndoqën ndeshjen Real Madrid-Villarreal në Santiago Bernabeu, përveç takimit me presidentin e Real Madrid Florentino Perez. Ata siguruan një hua prej 20 milion eurosh për Vlora Sport nga grupe investitorësh spanjoll. Burime brenda qeverisë pohojnë se Rama është personalisht i angazhuar në këtë projekt dhe se në fakt bëhet fjalë për një biznes ndërtimi shumë të madh se kompleksi sportiv i parashikuar, një projekt që përfshin vila luksoze, hotele dhe resorte turistike. Plani parashikon që toka e Pyllit të Sodës të dhurohet në emër të klubit flamurtari, i cili më pas do t'i shitet si Nani Drizit për një vlerë simbolike. Të gjitha marrëveshjet janë gati, ndërsa pritet vetëm në nënshkrimi i vendimit të qeverisë nga Edi Rama që do t'i japi Drizit 30 hektar tokë Buzdetit dhe lejen për ndërtim.